Dhe na ka lënë bakshish në fund, se kom pas edhe një violiniste. Mund me kom pas një koncert me piano në Paris, koncert recital, që më është ofru me mbajt atje një koncert, si vetë pianiste ka qenë një ndër sukseset e mia më të mëdha në herë që kom arrit, sepse me performu në workshopin e Kavajit atje në Paris, dhe me pas një publik më ndryshe, është një ndjenjë shumë e veçantë për mu. Edhe këto dhe përshijem fotot. Jom kënaqur shumë, më kanë pritë shumë mirë, publiku ka qenë ekstrem i mirë, edhe unë e kom shiju shumë performancën, më me veçu se publiku ka qenë ashtu që nuk më ka njep shumë dashni, edhe na ka lënë bakshish në fund, se kom pas edhe një violiniste, edhe që ajo më ka veçu. Ka ndodhur më herët? Jo, në fakt më ka veçu prej koncerteve këtu që më bëhen, zakonisht janë me payment për para, po jo me lënë, se thojnë bakshish ose tips, edhe që ajo në është knetësia më e madhe që kom përjetu, që mu ka dok pak ma interesant se koncertet këto që i kom bajt. Po, si të erdhi ftesa për një koncert recital në Paris? Me tregu drejtën edhe vetë kom qojt ato momente, kure kom marrë vesh që ma kanë këthy veç e-mailën, një 6 muaj për para, unë veç kom qenë në Paris, edhe para se me mbrije, kom pa workshopin e Kavajt, edhe veç kom thonë, a dojnë komet pa fjallë, kemi qenë shumë të lodhuna prej aeroportit, se vesa kena mbri Paris, edhe unë po hy direkt atë, edhe pipës, edhe po hy veç në piano, edhe direkt po luj, nuk po thom as për shëndetje, as kur gjë, ajo shotja veç me të ketu në këqyrë që atë ndodhë. Edhe me first impression u konë ekstra mire dhe kom di që ato e kom venin. Edhe shkova edhe për i pësë ata adin që organizon koncertet. Njerë nuk e disha që organizon atë koncertet, për shak se ka pas vetë shitjet pianove, po e kishin pas edhe workshopin një kosisht, po edhe showroomin ku mu ishe ku shumë vendas atë, edhe prej Japonis, vishin edhe me majtë koncertet pianistat të ndryshëm. Edhe ma jape një numër të vizitkartë, se do në vetë me vetën thësha jo me, se së mbohet mu kur me ardhë këto. S'ke pas shpresa? Jo, se thësha adin, masë veç kom qenë edhe një në Paris, thësha adin s'besoj që shkaj ma. Edhe, dhe më thonë kitë, mas 2-3 muje pasi që e erta në Prishtinë, e pata të gacën plan programin, veç se kishëm punu me profesorishën Albert, që e përshëndes shumë. Kena punu shumë, ashtu është për më ushtru për provim, po dhe thësha që pse jo mës me bo edhe një koncert, edhe me tregu drejtën shpresisha që ka me qenë koncerti i parë dhe i fundit ndoshta me bo, për shkak se shumë kom pas ngarkesa emocionale dhe s'mësha me përbalu shumë këtë pjesën e pianës se po bo gati që 15 vjetë që po ushtroj. E thësha po du me bo një pushim, po që ke pushim u surprizu me një koncert këtë bukur këto. Edhe mora guximin me ju shkrujt atënem, edhe me të kalzu drejtë një 2 javë, 3 javë se kanë këthy heq e-mailin. Kur ma kanë këthy e-mailin, jëmë kohën ekstrem ekzushme edhe ekstrem emocione, edhe dhe më thonë, ka qenë diçka shumë e mikë pritë për mu, edhe i kom ushtru ma shumë se që duhet edhe për ma arritë që shka.